forumit do thotë që je kundër Amerikës. Jo, ky është forumi president amerikan. Po që kundër këtij forumi je kundër Trumpit, nuk e ndan dot që jeti kundër Trumpit dhe pro Amerikës. Trumpi thotë Amerika jam unë. Sado kritik jemi dhe unë personalisht jam ai është president Amerikës, nuk kemi ne. Por gjithmonë duhet të kujtojmë që orientimi strategjik i Shqipërisë është gjithmonë shpaja, nëse mundet. Ti thua se shumë e thjeshtë, me Gjurgjina të kërkojnë ndjes. Pra, se ne kishim kronikën sot, nuk ka marrë ftesë Maqedonia e Veriut, as Beograd. Nuk ka marrë ftesë Beograd. As Malezi më rezulton, kam as Bosnia, kuptohet, ka marrë ftesë Shqipëria dhe Kosova. Pra ti thonë duhet ta kishim refuzuar këtë ftesë. Jo, nuk flas në këtë lloj termash dhe çfarë termash pra? Se ky është termi. Se ti po e fut në këtë lloj terminologjie. Ne duhet ta kishim refuzuar këtë ftesë. Unë jam shumë i sigurt që ambasadori do thotë ndoshta duhet ta kishim refuzuar. Kurse ti thua ta refuzojmë vetëm gjysmën e ftesës. Jo, unë do doja të përcaktoj. Nuk mund të Jo. Unë duhet të më lejo, të lutem. Të mbetemi pak dhe nuk dua të hiki nga fjala e Ramës pikërisht në këtë bord. Duhet kuptojmë një gjë, të paktën mënyra si e shohun nga çështjet e sigurisë. Rama kishte 2 minuta, 3 minuta në dispozicion, të cilat janë një hapësirë shumë e vyer në atë podium dhe platforma e rëndësishme të diplomacisë botërore, ku patjetër dhe ai vetë duhet të bënte një lloj analize në çështjet e drejtësisë të brendshme, domestike, pra çështjet komplet që përfshin sistemi i drejtësisë të Shqipërisë, janë më të mëdha apo më të vogla se sa vetë çështja kombëtare. Dhe unë gjykoj që fakti që Rama del zëri i le të themi kombit shqiptar, ku përfshin edhe luftën e drejtë të UÇK-s, më bën të kuptoj që për të ka më tepër rëndësi të japi zë kësaj kauze se sa të merret me problemet e brendshme që mund t'i ketë çdo familje. Në këtë sens e shikoj edhe takimin ato minutat e shkëmbyera me Trumpin, ku përpiqet që të bëjë zë pikërisht për çështjen e të gjykuarve në gjykatën speciale. Nga ana tjetër, gjithmonë e kemi parë Ramën me karizmin e tij dhe ta përfaqësoj Shqipërinë në këto nivele kaq të larta. Unë shoh problemin më madhor këtu në pa dalë të probleme, se do flasim sa ta ndërpresim shumë, do të themi me probleme, se sigurisht probleme ka. Po te kjo çështja e imazhit, se unë nuk mendoj që fjala e Ramës sot qoftë edhe përshpëritja në vesh të zotit Trump për prokurorin apo ish prokurorin, sa ka ikur tani Jack Smith, do ndryshoj diçka në vendimarrjen e Hagës. Pasi dihet që apo jo, unë nuk mendoj që do ndryshoj diçka, nuk e di si do të jetë kjo vendimarrje, pretenca shumë e rëndë është në rastin më të mirë shproporcionale, pra ti kërkosh praktikisht ata të vdesin në burg. Sa ashtu i bie, nga ana biologjike, që të vdesin në burg është shproporcionale përballë asaj që këta njerëz kanë bërë në fund fare, këta kanë qenë shënimtar Kosovës. Ka pas incidente, lufta kështu është. Kuptoj, lufta nuk është lojë shau që marrojmë edhe japim dorë njëri tjetrit. Ne ka dhe ka pas strategji, unë me aq sa e njoh modestisht them që strategji nuk ka patur. Ka patur incidente patjetër që ka patur. Strategji jo. Të shoh Hashim Thaçin apo Recep Selimin, aq më pak ku di unë Krasniqis që të urdhëroj vrasje, mu më duket absurde. Në PK, në PK. Ndërmarrje përbashkët kriminale. Po, i njoh prej më shumë se 2 dekadash e gjysmë. Hashimi bile gati më shumë se 3 dekada. Por ama në imazhin e shqiptarëve, në këto moment shumë delikat, besoj që ndërhyrja e Ramës ishte efikase. Ishte shumë e rëndësishme, pikërisht dhe unë në këtë pikë dua ta shoh. Ja të përgjigjet edhe pastaj ta jap ty. Çështja e imazhit po shohim gjithë këto ditë që të paktën edhe në mediat e Europës po flitet për çështjen e Kosovës. Dhe problemi është që duhet një kundër të shqiptarëve dhe duhet një kundër narrativ e cila ta balancoj këtë gjykim dhe të gjithë këtë imazhin e një lufte të pretenduar të padrejtë, sepse këtu nuk po flitet për të gjykuar thjesht 4 individ të rastësishëm, por është personi i cili ka firmosur deklaratën e pavarësisë dhe është nga ku është ngritur gjithë struktura shtetërore dhe pavarësia e Kosovës. Ndaj, një fjalë e tillë për mua i bën mirë të gjithë çështjes edhe atij procesi. Jo, Ergysi nuk ka problem me çfarë thot Rama. Ergysi ka problemin se thot Rama. Ti edhe unë si themi dot. O Ergys, momentin që në gjithë mediat e botës dalin prokurorët e Hagës dhe thonë
Këta 4 burrat që praktikisht janë 4 autorët e Kosovës së 25 viteve të fundit, pra për te i pavarësisë. Këta janë kriminal, dhe kanë vrarë shqiptar, dhe kanë vrarë serb, dhe gjykohen për krime kundër njerëzimit dhe për krime lufte, sigurisht në atë që është sot tryeza më e rëndësishme globale, që del një politikan shqiptar dhe thot dhe ndërton një kundër narrativ, sigurisht problemi është Tash, unë nuk ndryshon vendimin e Hagës, por që e rikthen në vëmendje këtë çështje, që i bëri gabim që përmend shumë mirë, ne duhet të reagojmë në çdo mjet, kudo që për këtë gjë. Tani ai ishte më telefon, po ja tha përballë. Nuk është se kjo mendoj unë do sjell në efekt, sepse në fund fare kur ti shkon në një forum që Europa e ka bojkotuar dhe ti shkon flet kundër Europës, atje nuk sjell ndonjë efekt. Sigurisht, edhe unë të isha aty do ta përmendja atë, domethënë dhe bën mirë që përmend. Por të mos themi që kjo tash do sjellë ndonjë gjë dhe do rregulloj kjo imazh. Beogradi nuk e bombardoi Gjermania dhe Franca. Pikërisht. Beogradin e bombarduan bashkarisht. Jo, e bombardojnë NATO. Patjetër vullneti amerikan. Më fal. Jo, më keq, e ka bombarduar Amerika dhe Britania. Franca e spiononte, harrove generalin e NATO. Vendimi merret nga NATO dhe NATO merr vendim në unanimitet. As ka pas vendim fare NATO se shfut Amerika dhe shfut Tony Blair. Ska pas vendim. Ska pas pra fare. Ore shiko, Amerika. Patjetër që Amerika bëri punë se i bindi vendet e tjera, po pa miratimin e vendet e tjera në fjalën e fundit NATO është Amerika më rëndësishme. Për ditë Bill Clinton merrte në telefon 27 vendet anëtare. vullneti përbashkët që ti mbante në luftë, se popullsi nuk kishin dalë. Ama ishte vullneti përbashkët. Pa konsensus nuk mund të bëhet. Po dëgjoj çfarë thotë ambasadori. Për ditë mjes drejtar telefon, se mos Madridi. Unë thash, vullneti amerikan ishte dominues dhe i bëri të mundur që këta të bëheshin bashkë. Po nuk mund thuash ira Amerika si ira Europa, bashkë Iran. Cili më thuaj një avion Francës që është ngrit mbi Beograd? Ma mend të numëroj avionat. Holandezët janë në linja, si ti e di çfarë, holandezët bëre kështu. Ka qenë grua avion. Thuaj me një avion francez që është ngrit mbi Beograd, po them, unë po ta them. Ka qenë 98-ën, janë ka kaluar shumë vite për të pajtuar avionat. Po ta them, unë nuk ka. Po unë them që ishte përbashkët. Nuk ka. Ke vetëm general francez që spiononte. Që spiononte dhe u ka duke spionuar. Po pse merr francezët? Francezët janë pjesa më servofile e Europës. Po këto po ishin. Për të se ka ishte situata. Ka dhe gjerman atje, ka dhe anglezë dhe ka. Ta them unë gjerman, se isha në galeri. Gjermani ishte prokuror, tani isha 2 seancat e fundit. Ishte si prokuror Gjermani. Pra Gjermanin e kemi kundër, që tani është një minutë për çfarë? Kundër komandantëve. Gjyqtari Gjerman, ishte përballë Hashim Thaçit, përballë avokatëve, kur fliste Hashim Thaçi ishte duke u ngërdheshur gjithë kohën dhe duke qesh në mënyrë ironike, kur fliste avokati bënte të njëjtën gjë. Po kjo s'ka lidhje me po prit pra tani se po i ngatrojmë kodën. Kjo s'ka lidhje me qendrimin e shtetit gjerman o burr, ai është gjykatës. Ka lidhje kjo s'ka lidhje me politikën gjermane kjo. Po ka lidhje. Ai është gjykatës dhe ka vendim pavarur, nuk merr urdhra nga ku diun qeveria gjermane, domethënë. Zbrit tani mund të jetë dhe duhet të jetë idealist ku je dhe hajde në real politik. Edhe ajo Angela e zyrës medias merrte na bëndi intervista neve çfarë mund të thotë. Gjermanët duan kundër vlla, po. Po. Nëse më duket nuk e di si e bën këtë lidhje, po më duket pa sens. Pa që do të thotë Europa është kundër shqiptarëve. Po ai ti po thua që kush e ka luar atë Hashimin atje me gjithë ato komandantë? Ku e ndalua? Ti duhet thënë tani që Europa është anti-shqiptare. Jo. Europa nuk është Gjermania apo Franca. Ka kompleksin e një sulmi për cilin ajo. Nëse Gjermania Franca janë anti-shqiptare. Atëherë çam mbetën në Europë. Nuk është kështu anti-shqiptare. Po që kanë kompleksin. Po ai do të thotë, po thotë sulmon me qëllim u çkon. Po ai është gjerman. Po duan patjetër ta balancojnë gjën, ta etiketojnë gjën, ta etiketojnë u çkon. Me që kanë vrarë serbët, kanë vrarë këta, po nuk është. Bravo. Dhe në krye të asaj gjykate fatmirësisht është 74 vjeçar Amerikë. Sigurisht që ka Zviceriani ka interesa, nuk është shok si qendrim të Europës tash, se kjo është shumë egzageruar që të mendosh që kjo është komplot që po i bën Europa u çkon se do të dasë Shqipërinë. O zotri kërkon ta afrojë dhe Serbinë, ta mbajnë mirë me Serbinë, ta afrojë të integrimit, ta ulin tavolinë etj. Patjetër që ka interesat e veta Europa, se po ti shashoj që zgjidh problemin e Bosnjës. Se nuk është problem në Bosnjë. E ke djuar ndonjëherë pse e kalon Bosnjën bomb hapur? Dhe shpesh ka qenë problematike edhe në raport me Se nuk e lejnë Bosnjën të liberalizojë vizat me Kosovë. E ke djuar, më fal, e ke djuar ndonjëherë Ramën? Kosovarët do thonë gjithë Europën
me pa viza, i duhet vizë për Bosnjë. Sepse atje destabilizon Serbia dhe patjetër. Ti vonuam reklamat. Një pyetje, e kemi dëgjuar ndonjëherë Ramën ti thotë Europës na e zgjidh këtë hall siç ja tha Donald Trumpit, zgjidhe këtë hall, se ky hall nuk zgjidhet në Europë. Europa me sa duket, në kuptimin e komandantëve, nuk është zgjidhja. Pak në zgjidhja nuk është. Por nuk mund të akuzosh që Europa është pogodet, UÇK dhe pogodet shqiptarët, dhe Amerika po na mbron ndryshe nga Europa. Në këtë përplasje, ne i bim të jemi mbrohemi nga Europa tek Amerika. Një sekond, një pyetje para se shkojmë në publicitet. Pra, ti thua që nuk është Europa. Pa ti po thua që akuzat ndaj Thaçit, Veselit, janë sakta. Krasniqit dhe Selimit kanë qëndrojnë për të diskutuar? Jo, unë mendoj që kjo... Unë mendoj, si që shofu, unë nuk jam ekspert i kësaj dhe mos bëj kot dalë për te... Se që ka pas incidentet e vrasje, me sa unë e kam djegur... Kjo ka qenë sens politika pas, po të thu që ka qenë strategji UÇK? Me sa kam djegur, me sa kam djegur, kjo është çështje e lobuar nga Carla Demponte, nga njerëz që nuk e di, mund t'jenë dhe të shitur, paguar, nuk e di fare këto. Dhe kjo është shkyrë për para në këtë lloj. Tani, unë nuk shoh dot komplot, pra kjo është, domethënë, dhe unë ndaj një gjyq i cili mund t'jetë, jo mund t'jetë, po është vërtet shumë problematik nga gjithë politika europiane. Nuk mund të akuzoj gjithë politikën europiane nga kjo gjithë. Fjala e fundit për këtë nga ambasadorët e shkojmë publicitet. Duhet parë në Europë ka shumë linja arsyetimi, nuk është një, kur ne shpesh në Shqipëri themi Europa. Europa nuk është Europa unifikuar, ka shumë klane, rryma që veprojnë dhe ne shikojmë rezultatet, sepse i gjithë raporti i Dick Martit ka një sfond nga mbrapa, që është rus, serb, pastaj i penetruar përmes europianëve, sepse ishte Këshilli i Evropës ai që miratoi raportin dhe fillon i gjithë kalvari i vuajtjes. Është nga Europë. Për edhe, kur them në Europë ka disa korrente dhe rryma, ne harrojmë miqtan më të ngushtë britanikët, që është perandoria madhe e globalistëve dhe që është në sherr të pafund me zotin Trump, dhe kjo është ajo që do ta vejë zotin Rama në një vështirësi të madhe në të ardhmen. Raporti me Britaninë? Në raport me globalistët. Globalist dhe sovranist nacionalist. Do plasim për këtë? Brenda SBA-s thoni ju? Po jo vetë. SBA-ja është tashmë kundra globalistëve. Dhe ai Marco Rubio, sekretari i Shtetit në Munich para 3 ditësh, pikërisht të tha, doni s'doni juve, ne do shkojmë, andej nga juve nuk doni të shkoni, por ne do shkojmë që do ta industrializojmë përsëri Amerikën, që e keni deindustrializuar juve qëllimisht. Dhe sa për saksi për treguar Europën. Silvio Berlusconi ka qenë opozit në kohën e bombardimeve të NATO-s, kryeministri ka qenë Massimo D'Alema. Partit që mbështesin D'Alemën, që ishin pjesë qeverisë, Majtat, thanë nuk se duhet merresh te leja në parlament. I thanë e votuan kundër dhe dikush e votoi pra, Berlusconi që ishte në opozit. Për treguar Europën dhe kompleksin e saj me sllavat. Mirë, erdhëm në një gjuhë, pra ka kompleksitet. Kompleks ta quajta. Po pra, por nuk ti shkove te akuzat tjetër. Unë tash kompleks. Ti pa thënë që ka një komplot, nuk ka komplot. Po pra, këtë them që s'ka komplot, unë këtë më duket thënë pra. Po që kanë kompleks. Sepse mënyra si po e thoni, duket sigurisht është Europa antishqiptare. Mund të paguajmë ne komplekset e Europës akoma, se në fund fare. Jo, absolutisht. Në fund fare, Kosova u shiru. Kush u shiru nga amerikanët, ka që tjerë. Ne kemi një tërë që paguajnë për tjerët dhe nëse ky ka popull që ka paguajt gjëra që si meriton është ky popull, që akoma kufin dhe vetë gjysmën e trojeve nga jashtë. Patjetër. Unë nuk e vë ndryshim këtë. Një popull cili i vran një 10.000 veta për një muaj. Po pra po. Por mars në 99-s ti thush që fushën në Hamburg. Ti thush që ke bërë një tat krime ti ndaj serb.